Gjatë 24 orëve të fundit, zyrtarët policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme në Gostivar kanë zhvilluar kontrolle të intensifikuara në komunikacion, duke rezultuar me privim nga liria të 3 personave të dyshuar për vepër penale. Drejtimi pa kujdesshëm i mjetit motorik sipas nenit 297 të Kodit Penal. Rasti i parë është shënuar në orën 15:50 në rrugën magjistrale A2, ku është ndaluar personi me iniciale EG 21 vjeç nga Gostivari. Ai po drejtonte një automjet të paregjistruar të tipit Golf pa leje drejtimi, ndërsa gjatë lëvizjes kishte kryer edhe tejkalim në vit të plot. Për shkak të shkeljeve, automjeti i tij është konfiskuar përkohësisht. Menjëherë pas kësaj, në orën 16 në një tjetër pikë në Gostivar, policia ka ndaluar një të mitur 14 vjeçar nga fshati Çegran, i cili drejtonte një motociklet Aprilia me targa të Gostivarit, gjithashtu pa poseduar leje drejtimi, duke rrezikuar sigurinë në komunikacion. Ndërkohë, në orët e hershme të mëngjesit në rrugën Vëllezërit i Gjinovski në Gostivar është ndaluar edhe personi me iniciale RA 22 vjeç nga fshati Vranjovës. Ai po drejtonte një automjet të tipit Lancia pa leje drejtimi. Me që rast, automjeti i tij është konfiskuar. Autoritetet policore theksojnë se këto raste janë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të rritur sigurinë në komunikacion dhe për të parandaluar sjelljet e rrezikshme në rrugë. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, ndaj personave të përfshirë do të ndërmerren masa ligjore përkatëse.